Në spektaklin e fundit të Big Brother VIP Albania 4, banori Laert Vasili u surprizua nga aktoria e njohur Tinka Kurti dhe aktori Helidon Fino. Gjatë një mesazhi të dhënë nga shtëpia e të moshuarve, Tinka Kurti i uroi Laertit suksese dhe e këshilloi që të mos e harrojë atë kurrë. Ajo shpreu mallin e saj dhe foli për humbjen e koleges së tyre Margarita Xhepa, duke theksuar se artistët si ata kanë shërbyer dhe do vazhdojnë të shërbejnë kombit deri në frymën e fundit. Laerti të ketë rrugën e mbar dhe Tinkën të mos e harroj kurrë. Erdha në këtë shtëpi që e shihni ju, për mua është tragjedi. Këtu ka njerëz të mrekullueshëm, ne jemi të numëruar në jetë tani. Ja, na iku Margarita. Por për mua ka qenë tronditje e madhe. Ne jemi artistë që i kemi shërbyer popullit. Do i shërbejmë këtij kombi derisa të kemi frymën e fundit, tha ajo. Gjatë spektaklit, Laerti mësoi për ndarjen nga jeta të aktores së njohur Margarita Xhepa, e cila u shua një ditë pas ditëlindjes së saj. Ai u shpreh se këto figura të mëdha kanë dhënë shumë për kombin dhe se duhet të ishim sjell mirë me ta. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.